Përshëndetje, unë jam Visar Kreleoni, dekan i Fakultetit Inxhinieri Ndërtimi dhe Infrastrukturë, edhe po ashtu përgjegjës i organizimit të Spaghetti Bridge 2025, që është eventi i dytë. Kënaqësia e këtij aktiviteti është bashkimi i 3 fakulteteve, arkitekturë, dizajn dhe ndërtimtari, të cilët kemi bashkëpunuar së bashku me studentët. Qëllimi është që studentët të kuptojnë më afër realitetin e strukturave se si funksionojnë. Në veçanti kapriatat, elementet e cilat bartin ngarkesa dhe qëllimi i kësaj gare është përveç aktivitetit bashkëpunues ndërmjet këtyre studentëve, edhe të realizojnë kapacitetin bartës të këtyre strukturave. Do të bëhet një raport i peshës vetjake strukturës dhe ngarkesës që ato do të bartin. Fituesi do të shpërblehet me çmime që kanë ardhur nga sponsorët tanë, vendi i parë, vendi i dytë dhe vendi i tretë. Po ashtu, ne shpresojmë që këtë garë ta kalojmë në nivel ndërkombëtar në vitet të vijim. Përshëndetje, unë jam Bledi Anela, jemi këtu në ditën e dytë të garës Spaghetti Bridge, fakt është edicioni i dytë i garës që po mahet në UBT, cila është organizuar në kuadër të Universitetit UBT në fakultetet e inxhinierisë së ndërtimit dhe të arkitekturës, po ashtu dhe dizajni. Ku kemi menduar mi inkuadru një formë interdisciplinare, apo mi përfshi disa disiplina si arkitekt, dizajner dhe inxhinier, me tregu kreativitetin e tyre të ndërtu ura shumë thjeshta me një material bazik si është spaghetti. Kjo garë mbahet në shumë universitete të botës. Tani kemi edicionin e dytë, që në fakt edicioni i parë ka tregu një sukses edhe një interes shumë të madh. Në edicionin e dytë kemi pas një interes edhe më të madh dhe po shihni që studentat kanë tregu një punë shumë interesante dhe shumë kreative me urat e tyre për shpageti. Unë mi falendru shumë për krajen si prej kolegjit UBT, rektorit, dekanëve të fakulteteve, se nga kanë përkra mu edhe profën Dritan si pjesë organizative këtij eventi, po ashtu dhe sponsorët të cilët kanë dashur mi përkra rinin në kreativitetin e tyre në garat me spageta. Atëherë, jemi në fazën para finales para testimit turave, i lusë të gjithë ekipet pjesëmarrëse që secili ta vendos nickname-in e vet afër urës. Me emrin që jeni regjistruar në listë. Sepse në atë emër mandej do të shënohet edhe çmimi fitues. Janë munduar t'i ideojnë dhe t'i provojnë në praktikë. Për disa qaste do të fillojmë me testimin e urave. Përshëndetje, jam Andi Ashoni, jam prezantues i grupit Feris Haj. Jam i kënaqur jashtëzakonisht që jam pjesëmarrës me një garë kaq veçantë, që na ka organizuar BT-ja. Shpresoj që kena me dojtë fëtimtor, shkoku që strukturën e urës tonë e kena pak ma klasike, diçka që është përdur për i kuhet ma hershme. Shpresoj që dojtëm fitimtor. Përshëndetje, unë jam Ersan Shabani, vin nga komuna e Ferizaj.
ndihem shumë i privilegjuar që përfaqësoj shkollën Pjetër Bogdani. Unë së bashku me ekipin tim, Luanin, Bardhin, Ernestin, jemi shumë të lumtur që kemi marrë pjesë në këtë garë, për shkak se mendoj që jemi triumfues në këtë garë, për shkak të strukturës që kemi bërë të ndërlidhjeve të kapriatëve. Mendojmë se do jetë një garë shumë e shkëlqyer ndaj neve dhe një eksperiencë shumë e bukur që nuk do të harrohet për karrierën tonë në vazhdimsi. Përshëndetje, unë jam Ylli Bishi, jam student të inxhinierisë ndërtimit në UBT. Në këtë garë kemi marrë pjesë 4 veta, një grup i organizuar mirë, një inxhinier dhe 3 arkitekta. Struktura jonë është një strukturë trekëndore dhe jemi mundu që të kemi një raport në mes peshës së lehtë dhe aftësisë mbajtëse. Përshëndetje, unë jam Etnik Doda, jam student në vitin e 3 inxhinieri ndërtimor dhe infrastrukturë. Sot së bashku me 4 kolegë kemi marrë pjesë në garën Spaghetti Bridge Competition, ku struktura jonë ka qenë një strukturë e bazuar në natyrë, përkatësisht kurrizi i peshkut, se cila ka pas 2 harqe dhe një harq fundor, i cili shërbente për transferimin e forcave në shtypje pa shtullën e tërheqjes sa më të mirë. Vendin e parë kemi fituar na, për dytën e tretin të konkurru këta tjerë. Përshëndetje, unë jam Avën Ajdari, student në inxhinieri ndërtimore dhe infrastrukturë. Së bashku me grupin tonë kemi bërë një mbajtës langer, i cili përbëhet nga shufrat e kapriatës dhe ka një brez të poshtëm. Grupi jonë përbëhet për 4 inxhiniera dhe besojmë që kemi bërë një punë bukur të mirë edhe mendoj që është një mundësi shumë e mirë si e bashkëpunimit po ashtu edhe kreativitetit tonë. Përshëndetje, unë jam Joni Kryziu, jam student i UBT-s, jam pjesëtar i grupit Bridge Bros, jam student i inxhinierisë dhe unë me grupin tim kemi bërë një urë në formë harkut, sepse harku mban më shumë forcë në shtypje. Mendojmë që kena me fitu, sepse kemi bërë punën shumë me pasion edhe me vullnet. Përshëndetje, unë jam Erza Bërbati, udhëhecëse e grupit Architecture Builder. Ne si grup jemi shumë të lumtur që jemi pjesë e kësaj gare dhe shpresoj që kemi me kon fitues. Fitues se jo, na kena fitu vetë se jemi pjesë e UBT-s. Një syzat, kapelat, bënë një foto me... Po, në pasë me... Ashtë. Për një të jemi përgatit një listë, në majtë shënde. Në pas, duke e shumëzu me nxitimin gravitacional, që është 9.1, e shëndrojmë si peshë. Pesha vetjake e urës është, për shembull, atë po vazhdojmë me testimin e urës parë. 0.8 metrë ose 8 cm. Testi parë e pasur e problemin e hapën, por nuk besoj që durana shumë mirë për punën e hapën parë. Të nga duhet me këtë dhe realizatë. Atëherë, jemi nga që. Dëmitëm të koncentroni videoni. Sa kështu?
Harkur sipër, jo i rregull, se ka pak do vi shumë lehtë me dështu, edhe shumrat e sipër pak më të holla. Përndryshe morën me bardh shumë se i ka shumë shumrat e shkurtra, shumë trekanxhat i ka shpesh, vetë. E morën me bardh shumë pesh. Korrekt. Është pak për konektimin e krajeve.
Shka u këmë, Mande del pesha në Newton, tu hek peshën e fakës për drunit, 10.48 Newtona. Forca shkatrimit 2.51 Newtona, raporti suksesit 24.04. E madhë në peshore, në Newtona është 13.015, forca shkatrimit është 101 Newton, 2.07. 19.465. A kemi qenë mrena kufive cilët janë përcaktu me garë? Juniorsve, sepse me mës pak të eksperiencë në studime, kanë dalë 4 dit, po në konkurencën e tyre, juniorët kanë vinë konkurencë me seniorët. Kështu që edhe njëherë komplimente, sepse e nga përë. Kështu që kompania jonë ka edhe një shpërbim për 100 euro për juve. Spaghetti Mirës. A jeni në rregull? Konfirmoni komisioni në rregull? Hajde grupi mirë se veni me marrë shmimi. Urime. Edhe për pjesë vizuale falenderojmë. E dytë në bazë të performancës. Inxhinier. Kosovare, arkitekt. Gjithë grupi. Komplimente. Në kompaninë Vëllezërit e Bashkuar nga Prizreni, zoti Sefer, i cili nga ka përkrajtë edhe shpërndaj edhe çmimin për grupin fitues. Po e përsëris që është fitues, por gjithë janë fitues. Edhe urojmë që të punohet që të përmirësohet. Falenderojmë edhe një herë sponsorin kryesor. Ka fitu me raportin 69.76 dhe me emërtimin Bridge Bros. Ishte kënaqësi që të marrim vendin e tretë në garën Spaghetti Bridge Competition. Po ashtu kjo garë na ndihmoi që të zhvillojmë më tepër aftësitë tona në grup dhe në punë të përbashkët. Faleminderit shumë të gjithëve. Unë si Kosovare Elshani jam falenderuese shumë ndaj kolegjit UBT, i cili na mundsoi që të zhvillojmë një garë prej shpagetave.
dhe cilin e morëm vendin e dytë. Shpresojmë që hera tjera të arritëm edhe vendin e parë. Atëherë pas një gare shumë të fortë, ne dolëm fitues të kësaj gare. Përgjithsësi falenderojmë kolegët tanë që morën pjesë dhe i mirëpresim që të garojmë përsëri vitin e ardhshëm. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen në edicionin 2025. Mirupafshim në edicionet tjera.